kështu? Shikoni, pavarësisht saj, ata nuk kanë pasur në një aftësi të jashtëzakonshme të profesionalizmit në lidhje me linjat dhe rrjetet kompjuterike, që të flasim për hackersa në kuptimin e rritjes edhe eficiencës tyre në goditjen e rrjeteve. Jo, kanë një uri mesatare për këtë, me aq sa shton, me aq informacion sa ne kemi. Kjo të bën të dyshosh që janë të tjerë persona të cilët dinë më shumë dhe kanë realizuar mënyrat e infiltrimit, phishing që i quajmë ne, dhe për më tepër këta janë ekzekutor. Kush i drejton? Pra kush është maja e gjithë këtij aktiviteti? SPAK duhet të ketë kurajon ta zbulojë, por disa informacione paraprake dhe ende të pakonfirmuara na çojnë që gjurmët e këtij hakerimi shkojnë deri në Parlamentin e Shqipërisë. Gjurmët e këtij hakerimi shkojnë deri në Parlamentin e Shqipërisë, pra ka të përfshirë deputet atje apo ministra, çfarë janë këta? Ka të përfshirë. Ka të përfshirë politikanë brapa këtij hakerimi. A ka mundur SPAK të... Në mënyrë direkte ose indirekte, janë ende dyshime, por po zhvillohen hetime intensive për të kuptuar kush është porocici i gjithë kësaj skeme të strukturuar kriminale që ka depërtuar në fajlet e SPAK-ut. Në fakt Karamuço flit... Qëllimi, motivi, po ashtu nuk dihet ende. Këto doja të pyesja për motivin, kush ka qenë qëllimi i këtij hakerimi? Dhe shpërndarja e këtyre dosjeve hetimore tek gazetarët me qëllim publikimin, po cili ka qenë? Për shantazh, për të denigruar figurat caktuara? Janë të zhvendosjes së vëmendjes, janë hakmarrje ndar personave të tjerë që deri më sot nuk janë prekur nga hetimet dhe duan të relativizojnë rolin e tyre ose pozitën e tyre juridike duke thënë që ja dhe ky janë në hetim. Pra ka shumë arsye. Po le ta lëmë SPAK-un që të jetojë dhe të nxjerrë motivin e vërtet, ku SPAK-u është vetë viktimë, është vetë institucioni dëmtuar. Megjithatë ju thash, duhet të vijojë hetimet dhe të ketë kurajon për të dalë deri në maj të gjithë aktiviteti për të gjetur autorin e vërtet. Karamuço, tani edhe një pyetje tjetër kam këtu. Tani flitet se ekziston një zyrë e vërtet investigimi në një nga kullat e Tiranës. Pra, edhe personat e arrestuar janë pjesë e një grupi të strukturuar të madh, të cilët kishin një zyrë të instaluar në një nga kullat e Tiranës që merreshin enkas me këtë punë. Çfarë dihet më shumë? Dihet gjë më shumë rreth kësaj? Në fakt në datë 14 ka qenë një sinjal i parë që erdhi që në kullën e TC përballë me kishën katolike të bulevardi Barancuri është bërë një mësymje e befasishme e agjentëve të BKH-s. Nuk e di për kati konkretisht, sepse këto kati, këto elementet, detajet, pastaj janë gazetarët investigativ që i japin. Po di që kanë qenë aty disa hetues të BKH-s, të veshur si zakonisht për të mos rënë shumë në sy edhe pa begje, kanë qëndruar në hollin e atij kati për disa kohë, kanë tërhequr vëmendjen e disa personave që kalonin dhe kanë zyrat aty. Në një moment caktuar ata kanë nxjerrë me njëherë begjet e identifikimit dhe kanë hyrë në zyrën që kishin objekt të kontrollit, kanë marrë gjitha materialet, laptop, kompjutra e kështu me radhë dhe janë larguar. Dhe është menduar që mund të jetë zyra e një personi që janë zhvilluar hetime, por askush nuk e dinte që ata kishin rënë në gjurmët e personave që kishin hakeruar sistemet e tyre. Kjo u tha në atë kohë, ngelin si enigmatike dhe vetëm së u zbulua plotësisht se për çfarë kishte të bënte ai kontroll. Tani, ne nuk e dim kujt i përket ajo zyrë, kush e ka me qira dhe kush është pronar, apo bashkëpunojnë të dy këta si subjekte. Këto janë çështje që po hetohen aktualisht nga ana e SPAK. Jo, në fakt të dhënat dolën aso kohë për këtë kontrollin që sapo përmendën në ETC, po unë nuk po merrem më gjatë me këtë çështje, shpresoj të na i bëj SPAK-u më të qarta